Ledri Vula dhe Gjensila Myrtezaj u bën mjaft të komentuar për jetën e tyre private. Pasi Ledri u divorcua nga Sara dhe Gjensila nga Besi, duke se dysha e famshme gjetën dashuri në krahët e njëri tjetrit. Kjo ndjenjë plot pasion u bë publike edhe në videon e dyshes në Francë, të cilët u pan të puthur e të përqafuar, teksa në një klub në Paris kërcenin në krahët e njëri tjetrit. Pas këtij momenti, edhe babai i Ledrit filloi të ndiqte Gjensilën në rrjetet sociale, por së fundmi, duket se marrëdhënia e reperit dhe artistës shqiptare është tronditur së shumti. Dy artistët kanë hequr njëri tjetrin nga lista e ndjekësve në Instagram, një veprim ky që sinjalizon se marrëdhënia mes tyre ka ndryshuar. Burime pranë Ledrit bëjnë me dije se raporti mes dyshes nuk ka qenë më si më parë dhe se tensionet apo ftoja mes tyre ka nisur rreth një muaj më parë. Edhe pse marrëdhënia e tyre kishte një fije shprese për t'u përmirësuar në ditëlindjen e Ledrit, pikërisht në këtë ditë Gjensila i vuri vizën kësaj marrëdhënie. Një ditë pas ditëlindjes së Ledrit, Gjensila i ka bërë unfollow në Instagram Ledrit dhe tashmë ato nuk e ndjekin më njëri tjetrin në rrjetet sociale. Burime pranë këngëtarëve bëjnë me dije se një nga arsyet e krisjes së kësaj marrëdhënie ka qenë xhelozia. Çifti nuk mundën të anashkalojnë krizat e xhelozisë dhe gjetën si zgjidhje të vetme ndarjen.